Ka lyer trupin me benzinë dhe i ka vënë flakën në vetës me një çakmak. Akti i vetëflijues është ndërmarrë nga një mësues i shkollës së mesme profesionale Thoma Papano në Gjirokastër, mëngjesin e sotëm rreth orës 8 në zyrën e drejtorit të shkollës. Një ngjarje mjaft rëndësishme ka ndodhur mëngjesin e sotëm në shkollën e mesme profesionale Thoma Papano këtu në qytetin e Gjirokastrës. Një prej instruktorëve të kësaj shkolle, Laze Ashorva, i ka vënë flakën vetes. Ndërhyrja e stafit pedagogjik për shuarjen e flakës i ka shpëtuar jetën 60 vjeçarit Laze Harshova. Mësohet se mësuesi i ka ndërmarrë këtë akt pas një debati që ka patur me drejtorin e shkollës për praktikën mësimore, pasi ai fajsonte e prorin se ora e tij e mësimit nuk frekuentohej nga nxënësit. Ngjarja e posaçërt ka terrorizuar nxënësit dhe mësuesit prezent në ambientet e shkollës. Profesori mirë kështu dukej në përgjithësi, po unë erdha vonë kur kishte ndodhur çdo gjë. Isha këtu kur erdha në shkollë, unë e mora vesh për këtë. Ne na thanë mësuesit kështu ndodhi kjo edhe sot në mëngjes tek drejtoria, në drejtori. Ishim korridor këtu, dera që e mbyllur, bërtitse drejtori policia ambulanca, vam mësuesat e hapën, zjarë që ki qenë vënë, vam murë një konvoj e shuajtëm, që shtrirë edhe ambulanca e policia në spital. Mësuesi është dërguar në spital dhe mësohet se ka pësuar dëmtime kryesisht në fytyrë. Grupi hetimor në vendngjarje nisi punën për të zbardhur shkaqet që shtyn mësuesin të kryente aktin e rënd të vetdjegjes.